E pazakont do të konsiderojë vjedhja që ndodhi në Londër më 20 mars të vitit 1966. Tifozët e futbollit po prishin me padurim zhvillimin e kampionatit botëror në Angli të verë. Vetëm pak muaj para fillimit të kampionatit botëror të futbollit, duke shfrytëzuar organizimin e një ekspozite pullash në Londër, organizatorët e kampionatit vendosën që të ekspozonin edhe Kupën e Botës. Por gjatë kësaj pritje ndodhi diçka e paimagjinueshme. Kupa u vodh. Kjo ishte një grabitje misterioze që mund të shihej vetëm nëpër filma. Lajmi u prap shpejt dhe Britania u bë objekt tallje në mbar komunitetin ndërkombëtar. Policia londineze angazhoi detektivët më të mirë për të gjetur kupën. Sipas historianit Martin Atherton, disa të panjohur një ditë pas zhdukjes së kupës, lanë një shënim tek dera e banesës së zotit Mears, presidenti i Federatës së Futbollit Anglisë, nëpërmjet të cilës ata kërkonin një shpërblim prej 15.000 pound për kthimin e Kupës së Botës. Jashtë quajturi Jackson, personi që mori përsipër vendosjen e shënimit në banesë, u takua edhe me vetë Mearsin, duke kërcënuar që të mos njoftonte policinë. Por menjëherë u lajmërua policia, e cila planifikoi dhe veprimet konkrete. Një valizhe me pound falso u mbush sipas porositësit, por plani ndryshoi në minutat e fundit. Mears njoftoi Jacksonin se ai nuk mund të shkonte në takim, pasi nuk ndjej mirë dhe në vend të tij do shkonte një mik i besuar i tij, i quajtur McPay. McPay ishte në të vërtetë një polic. Jackson shkoi vetë në vendin e takimit. McPay hapi valizhen dhe i tregoi atij paratë në dukje të vërteta. Por Jackson nuk e kishte marrë me vete trofeun. Ai u shpreh se për ta marrë atë, duhet të shkonin 10 minuta larg vendit të takimit. U nisën me makinën e McPay. Por në një pikë të rrugës, Jackson pa në pasqyrë një kamionçin me pamje të çuditshme që po i ndiqte gjatë gjithë kohës. Duke dyshuar se po ndiqeshin nga policia, Jackson u hodh nga makina. Por McPay e kapi Jacksonin dhe ai u dërgua në paraburgim. Emri vërtet i Jacksonit ishte Edward Bechley dhe ishte person me precedent penal për vjedhje. Ai u shpreh se ishte i pafajshëm dhe një person jashtë quajtur polak i kërkoi të vepronte si ndërmjetës duke i ofruar atij në këmbim vetëm 500 pound. Por kur policia po humbiste shpresat, duke se rastësia mrekulloi botën. Më 27 mars, një burr i quajtur David Corbett, me qenin e tij pikles, teksa po shëtiste në jug të Londrës, vuri re një pako. Nuk u besoi syve kur pa Kupën e Botës në tokë të mbështjellë me gazetë. Pas gjetjes së kupës, Anglia e mori veten shumë shpejt nga kjo histori, por personi që kreu vjedhjen nuk u gjet pavarësisht gjithçkaje të kryer nga policia. Pyetja se kush e vodhi trofeun do të merrte përgjigje shumë vite më vonë, kur një gazetar investigativ zbuloi autorin e vjedhjes, i cili ishte Sidney Kugler, një hajdut profesionist dhe që në fakt ai ishte nisur për të vjedhur një koleksion pullash. Kur e pa trofeun, kuptoi se do të ishte më lehtë të vidhte atë në vend të pullave. Pasi rojet e sigurisë që ruanin kupën ishin ullur në një rënan duke pirë çaj, Kugler mori kupën, e fsheu në xhaketë dhe doli jashtë. Por kur ai nuk mundi të gjente një blerës për trofeun, hoqi dorë prej saj. Historia megjithatë nuk mbaron këtu. Kupa do të vidhej për herë të dytë në vitin 1983, këtë herë në Brazil. Pas grabitjes, policia braziliane arriti në përfundimin se hajdutët e kishin shkrirë kupën dhe e kishin kthyer në shufra. Trofeu ishte 35 cm i lartë dhe peshonte 3.8 kg, prej të cilave 1.8 kg ishin arë. Faleminderit që na ndoqët. Bëni subscribe Argo Channel dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse videoja ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.